Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive njofton se janë të shpallura 6.000 vende të lira pune në portalin kombëtar të punësimit puna.gov.al, duke ofruar mundësi të shumta punësimi për qytetarët në të gjithë vendin. Pozicionet e shpallura përfshin qindra vende pune në sektor të ndryshëm, si në industrinë e prodhimit, shërbime, tregti, turizëm, teknologji informacioni, bujqësi dhe administrat. Këto mundësi janë të hapura për të gjitha nivelet arsimore, nga punëtor të kualifikuar deri te specialist dhe drejtues. Procesi i aplikimit është i thjeshtë, i shpejtë dhe plotësisht online përmes portalit zyrtar puna.gov.al, ku çdo person mund të krijojë profilin e tij dhe të aplikojë për pozicionin që i përshtatet më shumë. Nëse qytetarët kanë nevojë për asistencë gjatë procesit të aplikimit, ata mund të drejtohen pranë zyrës më të afërt të punës ose të kontaktojnë me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive përmes emailit apo WhatsAppit për çdo pyetje apo ndihmë shtesë. Ky është një moment i rëndësishëm për të gjithë ata që janë në kërkim të një mundësie të re profesionale, një hap drejt punësimit dhe zhvillimit të aftësive personale. Synimi mbetet lehtësimi i punësimit në vend për të ndihmuar qytetarët në ndërtimin e një të ardhmeje më të sigurt profesionale. Ndërkohë, sipas të dhënave të Instat në tremujorin e 2 të vitit 2025, shkalla zyrtare e punësimit për popullsinë 15 deri 64 vjeç është 69.1%, krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë. Kjo shkallë është rritur me 0.5%, ndërsa shkalla zyrtare e papunësisë për popullsinë 15 vjeç e lartë është 8.5%. Ky tregues është ulur me 0.1% nga tremujori më parshëm, por në raport me të njëjtin tremujor të një viti më parë ka mbetur i pandryshuar.